Është pjekur ashtu siç duhet, ka një aromë të mrekullueshme, edhe drekën tonë prej dembeleve e kemi gati. Gjë e parë që do bëjmë është në një pjatë, do marrim mishin që kemi zier dhe do ta ndajmë në copa të vogla. Tu kam zier pak më tepër mish pasi e përdor edhe për një recetë tjetër. Juve mund t'i hidhni mish sa që ndodhet në shtëpi, nuk ka asnjë lloj problemi. E mund t'i hidhni edhe 200-300 gram, 2 copa mishi. Kjo është një recetë që është, si të thuash, mix i tradicionales edhe modernes, ose asaj që unë e quaj të krijosh në kuzhinë, pasi është pak a shumë si receta e tikushit, por e përshtatur për ato që nuk kanë kohë, ose për ato që janë dembele, ose për ato që janë si puna ime në këtë periudhë, që duan të gjejnë vetëm receta të thjeshta, të përgatisin me saktë receta të thjeshta, pasi e kanë të pamundur që të gatuajnë gjëra që ju marrin shumë kohë. Në tavën ku do pjekim, kam hedhur pak vaj lule dielli dhe e përhap mirë me ndihmën e një furçe. Pasi i kemi lyer mirë me vaj, do vendosim pitet. Në rast se unë do e bëja recetën tradicionale, sigurisht që do kisha zënë brumin dhe do kisha hapur petën vetë, siç e dini dhe e keni parë recetën, po ajo është pak më ndryshe, është e bërë me mish pule, e keni te kanali im. Do vendosim pitet dhe do lëmë nga pak që t'ja hedhim përsipër. 4 pite në nevojitën. Do marrim vezët, do t'i hedhim krip, edhe do t'i rajmë. Pasi i kemi rarë pak, do t'i kullojmë nga pak lëng mishi. I kullojmë që ta kemi të pastër dhe do e përzijem. Masën në fakt do e kalojmë në një tas më të madh. Pasi na duhet të kullojmë të gjithë lëngun. Do t'i hedhim sërish pak krip, sepse nuk ishte shumë lëngu. E përzijem. Dhe gjë e fundit që do bëjmë është do hedhim copat e mishit të lëngu, që të përzihen mirë. Do ta hedhim mbi pitet. Dhe do përhapim mishin me kujdes në të gjithë tavën. Do vendosim pitet, anët e piteve në këtë lloj mënyre. Me kujdes që të lagen të gjitha. Dhe tashmë e kemi gati. Do ta fusim të pishet me 200 gradë për rreth 20 minuta. Ja dhe tikushin modern e kemi gati. E vetmja gjë që do bëjmë është me pak gjalp do lyejmë këto pjesët e sipërme. Duhet shumë pak gjalp. Na bëft mirë edhe së bashku do shihemi në recetën e radhës.